Dy persona mbetën të plagosur si pasojë e një aksidenti të rëndë të shënuar në unazën perëndimore të Shkodrës. 30 vjeçari PG ka qenë duke lëvizur me motorcikletë së bashku me bashkëshorten e tij, 30 vjeçaren MK, kur është përplasur nga një kamion me targa kroate dhe përpasoj ato mbetën të plagosur rënd. Motorcikleta ka qenë duke prerë rrugën kur është përplasur nga mjeti i tonazhit të rënd dhe përpasoj dy shtetasit kanë marrë goditje të forta në pjesën e kokës dhe në trup. Ato janë dërguar më njëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku kanë marrë ndihmën e parë nga bluzat e bardha dhe fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Efektivet e policisë rrugore dhe ekspertiza të mbritura në vendngjarje nisën hetimet për shkaqjet e këtij aksidenti. Nga këshyrja e vendit të ngjarjes, por edhe nga të dhënat e kalimtarëve, mësohet se motocikleta ka qenë duke prerë rrugën kur mjeti i tonazhit të lartë po përshkonte këtë segment të unazës perëndimore me një shpejtësi normale. Edhe pse drejtuesi i mjetit ka tentuar të frenojë sapo ka parë motocikletën, ai nuk ka arritur të shmangë aksidentin dhe pjesa përparme e kamionit e ka goditur atë. Uniformat blu bën shoqërimi në komisariat të shtetasit kroat deri në sqarimin e plotë të ngjarjes.